në lidhje me reduktimin e keshit të dakorcuar edhe me Bankën e Shqipërisë. A mund të na zbuloni diçka ku konkretisht do të ndërhyet apo masat dhe një pyetje sa i takon SEPA-s. Ne di që më 7 tetor do të nisë zbatimi i SEPA-s, cilat janë përfitimet që do të ketë ekonomia, si qytetarët ashtu edhe bizneset, dhe sa gati është sektori për ta filluar implementimin. Faleminderit. Atëre lidhur me pyetjen e parë për rritjen ekonomike, sikurse e theksova dhe në fjalën e këshillit mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, pas analizës së raportit ndërmjet në politikës monetare, rritja ekonomike për tremujorin e dytë ka qenë 3.5%, dhe tremujori i parë rritja ekonomike ka pasur nivelin e 3.7%. Ne parashikojmë një rritje në këto nivele ekonomike në pjesën e mbetur të vitit. Rritja ekonomike do të luajë rreth nivelit 3.5-3.7% për këtë vit. Sigurisht që sektorët që kanë ndikuar më shumë në këtë rritje ekonomike është sektori i turizmit dhe ato të lidhur me sektorin e turizmit, sikurse e thamë, ndërkohë që sektorët industrial kanë pësuar një rënje dhe kanë ndikuar negativisht në rritjen ekonomike. Pra, ato sektorë që janë të lidhur me importet kanë pasur një aktivitet më të rritur, ndërkohë që eksportet kanë pasur një goditje ose një nivel në rënje. Këtu përfshim sektorët prodhues, pasi nëse ne do ta konsiderojmë turizmin, i cili është edhe një sektor eksportues, eksport shërbimesh, atëherë në total eksportet kanë shënuar rritje. Sidoqoftë, rritja ekonomike është e qëndrueshme, niveli i rritjes ekonomike në nivelin 3.5-3.7% parashikohet në afat mesëm, në afat shkurtër dhe në afat mesëm, pra bazuar në këto trende pozitive zhvillimi, sikur theksuam, rritja ekonomike do të vazhdojë, po ashtu dhe rritja e nivelit të pagave dhe faktorët e tjerë do të vazhdojnë të ndikojnë në rritjen ekonomike, në rritjen e nivelit konsumit, por do të kenë një ndikim negativ në inflacion. Gjithsesi, parashikuar objektivit ton 3% inflacionit, i cili aktualisht ne jemi nën këtë objektiv, do të ndikonte në arritjen e objektivit ton të inflacionit në 6 muajin e parë të vitit 2026. Por, për t'ju përgjigjur konkretisht pyetjes, ne parashikojmë të mbetemi në këto nivele të rritjes ekonomike edhe në vitin që vjen midis 3.5 dhe 4%. Banka e Shqipërisë është gjithmonë prudente dhe jep një konsiderat edhe konservatore në rritjen ekonomike, pasi historia ka treguar që rritja ekonomike ka qenë diçka më lartë se sa parashikimet e Bankës së Shqipërisë dhe ne shpresojmë dhe urojmë që rritja ekonomike të jetë dhe më e lartë se parashikimet tona. Por dhe ky parashikim që ne kemi prap mbetet mjaft pozitiv për rritjen ekonomike. Lidhur me pyetjen e dytë që ju keni me planin që ka qeveria, por edhe ashtu për uljen e keshit, zvoglimin e keshit, por dhe me deklaratën që bëri dje Ministri i Ekonomisë, ne kemi një plan, Ministria e Ekonomisë ka planin e saj, qeveria gjithashtu dhe Banka e Shqipërisë është duke punuar për digitalizimin, modernizimin e sistemeve të pagesave, që shkon paralel me uljen e nivelit të keshit në ekonomi dhe me objektivin e përgjithshëm formalizimin e ekonomisë shqiptare. Në këtë aspekt ka disa iniciativa konkrete, këtu përfshihet dhe SEPA, ku ne do të bëhemi pjesë me 7 tetor funksionalisht, operacionalisht, pasi ligjërisht ne jemi bërë antar të SEPA-s që vitin e kaluar në nëntor. Kjo periudhë ka qenë periudhë e cila ka shërbyer për të bërë investimet e duhura sektorit financiar dhe për të përgatitur për të qenë gati për të qenë realisht në SEPA në datën 7 tetor, për të kryer transaksionet e para dhe pas 7 tetorit të gjithë individët dhe qytetarët shqiptarë do të kryejnë transaksione SEPA njëlloj si të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian dhe të shteteve tjera anëtare të SEPA-s. Por ka dhe projekte tjera të cilat janë pjesë e modernizimit të sistemeve të pagesave, një punë e madhe nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim ose me mbështetjen e Bankës Italisë, po bëhet në drejtim të implementimit të një sistemi të pagesave të shpejta, që quhet tip Sklon. Ky është një sistem i Bashkimit Evropian, të cilin e përdor Banka e Italisë ose ka përdorur dhe instaluar Banka e Italisë në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, dhe Shqipëria parashikon që ta implementojë këtë sistem gjithashtu gjatë vitit 2026. Dhe ky sistem do të sigurojë kryen e pagesave të shpejta 24 orë në 7 ditë të javës, me celular, me karta, një lloj sikurse kryen në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian me kosto minimale. Pra, zhvillimet në sistemet e pagesave, modernizimi i sistemeve të pagesave, digitalizimet të sistemeve të pagesave, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, po ashtu me zhvillimet që bën dhe
dhe institucionet qeverisë shqiptare shkojnë paralelisht dhe normalisht ne parashikojmë që të kemi një ulje të ndjeshme të përdorimit të keshit, rritje të formalizimit të ekonomisë, rritje të përfshirjes financiare në vijimësi, por rreth parë lehtësira maksimale për qytetarët dhe bizneset shqiptare lidhur me transfertat, me transaksionet që ata kryejnë, që janë pjesë të jetës përditshme dhe uljet konsiderueshme të kostove.